Jemi një grup partizanësh që 14 gra të ardhëm po nga zona e Roskovecit, nga dita fshatrat e Roskovecit, edhe kemi sjellë në pranë e Roskovecit kemi sjellur shampo, kemi sjellur kremra, kemi sjellur edhe sapun. Tani këtu janë bërë sepse në produkti i parë është vajt e ullinit që e kemi po nga ullinit tanë, domethënë nga fshatrat e tonë, nga ullinit nga pemët tonë, nga ferma jonë. Unë sepse unë jam dhe fermere. Kemi pasaj që bëjnë nëpërmjet lidhjeve, i bëjmë në përshpira, po i shesin kemi një qendër në Artkraf në Roskovec. Aty domethënë i përpronojmë në përshpi se aq kemi domethënë hapësirën aty. I përpunojmë në përshpi e i sjellim aty. Kemi edhe qendima, edhe këto shampo, kremrat edhe sapun. Ju keni dhe punimet e dorës? Po, kemi plot punimet e dorës. Ku trajtojnë këtu në stenën tuaj nga qytetarët? Sidomos ato me fjalë të Zotit, janë religione, si thënë religione fetare. Ato janë të rregjura më shumë. Produktet që ju prodhoni, Po. janë 100% bio? Po, 100% bio. A japin rezultat për ata që i konsumojnë to? Po, sepse janë në çdo lloj lëkure, në çdo lloj floku, në çdo lloj sepse i kemi bërë me rozmarin, me dafin, me kamomil, me trëndafil, domethënë me të tëra esencat e duhura, po që i kemi mbledhur në pyll. Kemi lavandën, kemi të gjitha, i kemi të tëra organike. Si shikoni këtë panajin traditorni këtë ditë, pasi sot është dita e fundit e këtij panajini? Për mua është një shumë e bukur, për mua personalisht edhe për të shoqëritë më pëlqen se shikoj të personet e tjera janë një si të them një diçka më shumë nga ajo e mbyllja fikse në një vend dhe luçja ka një organizim shumë të bukur, më pëlqen, për vetë më pëlqen.